Një tjetër kapitull i bukur është duke u shkruar në jetën e çiftit të dashur për publikun shqiptar, Kiara Tito dhe Luiz Ejili. Pas një periudhe të gjatë përkushtimi dhe dashurie të ndërsjellë, çifti ka zgjedhur të ndajë me ndjekësit e tyre një lajm të jashtëzakonshëm. Kiara ka konfirmuar se është shtatzënë për herë të dytë, duke sjellë kështu një gëzim të ri në familjen e tyre dhe duke emocionuar të gjithë fansat që i kanë ndjekur dhe mbështetur që nga dalja nga Big Brother VIP Albania. Lajmi u bë publik përmes një postimi në rrjetet sociale ku Kiara ndau një foto me një test shtatzënie që tregonte rezultatin pozitiv. Imazhi i thjeshtë në pamje, por i fuqishëm në domethënie u shoqërua me një mbishkrim emocional që preku zemrat e ndjekësve. Urimet nga fansa, personazhe të njohur publik dhe miq të afërt nuk munguan, duke e kthyer këtë moment të bukur në një fest virtuale për çiftin që është bërë simbol i dashurisë dhe qëndrueshmërisë. Në shënimin e saj, Kiara ka treguar se është e emocionuar dhe se këtë herë shpreson për një djalë, duke shtuar se emrin e ka menduar prej kohësh. Edhe pse nuk janë zbuluar shumë detaje rreth kohës së shtatzënisë apo gjinisë së fëmijës, dyshja ka bërë të ditur se dëshirojnë të mbajnë këtë periudhë më të qetë dhe më private, larg zhurmës së tepërt mediatike. Kiara si gjithmonë është shfaqur e thjeshtë, e sinqertë dhe e dashur në mënyrën se si e ka ndarë këtë lajm. Luiz Ejili nga ana tjetër ka reaguar gjithashtu me emocion në rrjetet sociale, duke falënderuar të gjithë për mbështetjen dhe duke e quajtur këtë një nga bekimet më të mëdha të jetës së tij. Ai theksoi se është gati të jetë një baba edhe më i përkushtuar dhe se mezi pret që familja e tyre të zgjerohet edhe më shumë. Një herazi ai ka shtuar se ky lajm nuk është vetëm një gëzim për ta, por edhe për të gjithë ata që i kanë mbështetur në çdo hap. Në një realitet ku shpesh dominojnë lajmet e trishta, lajme si ky i Kiarës dhe Luizit sjellin një reze drite dhe optimizmi. Dashuria e tyre, e ndërtuar përpara syve të publikut, vazhdon të mbetet frymëzim dhe shembull për shumë çifte të reja. Tashmë rruga drejt një tjetër bekimi familjar ka nisur dhe publiku do të vazhdojë të ndjek me të njëjtën dashuri dhe entuziazëm si gjithmonë. Po ju, çfarë mendoni për këtë situatën? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.